Lajmi i fundit. Gjykata e Parisit dënon 10 persona që pretendojnë se zonja Macron është një mashkull dhe jo femër. Ndiqeni me vëmendje sepse është mirë që të jemi të informuar. Njëri prej tyre është dënuar deri në 8 muaj burg. Po, dhe të tjerët pak më pak, por 8 muaj burg, sepse thonë që zonja Macron është mashkull dhe jo femër. Ky është njëri nga ta, një Zoe Sagan, një gjë e tillë, dhe ky është ai më i dënuari pra me 8 muaj burg, sepse zonja Macron kishte hapur një çështje para pak muajsh dhe ju e dini që një influencer nga Amerika, Candace Owens, ajo kishte bërë një deklaratë të hapur. Në fakt, disa foto kanë qenë të modifikuara sipas gjykatës. Kjo këtu për shembull është një foto e modifikuar sipas gjykatës që është vendosur pastaj në X. Fotoja origjinale është kjo këtu. Pra, siç e shihni, nuk ka asgjë të keqe, pra është thjesht një foto normale, ndërsa në X është modifikuar. Madje edhe kjo foto këtu është modifikuar sepse, siç e shihni, është fotoja e një modeli. Dhe kanë marrë foton e një modeli, e kanë modifikuar fytyrën e tij dhe kanë vendosur këtu. Pra, të paktën kështu thot gjykata. Njëkohësisht edhe ky zotëria këtu që thuhet që është një zotëri nga Amerika, të cilin ka marrë foton e tij dhe e kanë modifikuar duke vendosur disa pika pra në fytyrën e tij për t'ia përshtatur pra fytyrën zonjës Macron. Është bërë një çështje e madhe kjo, sepse siç e dini, para pak muajsh u hapën shumë lajme. Kjo është Candace Owens, e cila e bëri buj publikisht dhe u pa nga 12 milion spektator. Ajo bëri edhe një live, që është e vërteta. Madje, pikërisht para pak orësh, sepse lajmi është lajmi sotëm, pra që janë dënuar 10 persona deri në 8 muaj burg, dhe disa prej tyre, pra njëri prej tyre që është edhe është në kontakt me Candace, ai i ka shkruar asaj duke denoncuar faktin. Dhe ajo ka bërë një video pikërisht sot, duke deklaruar publikisht që të përballen me zonjën Macron. Pra, ajo nuk ka heshtur, por ka ecur përpara. Dhe zonja Macron, me sa duket, i ka bërë dhe një kërkesë tjetër shtetit amerikan për ta paraqitur në gjyq zonjën pra që shihni këtu në video, që është një influencer, njëkohësisht ka miliona followers. Dhe unë doja t'ju pyesja juve, sipas mendimit tuaj, sepse disa nga këta që janë dënuar deri në 8 muaj burg, kanë thënë haptazi edhe gjatë gjykatës, pra gjatë gjykimit, kanë thënë që këtu nuk ka më fjalë të lirë, sepse fjala e lirë ka marrë fund. Ne nuk jemi të lirë të flasim dhe sipas tyre nuk ka nevojë që të bëhet një test ADN-je, sepse ata pas kërkan prova, sipas tyre që disa janë foto të modifikuara, që zonja Macron nuk është femër, por është mashkull, pra ka lindur e tillë, të paktën kështu thot gjykata, që i ka ndëshkuar këta, sepse nuk kanë asnjë provë përveç se disa fotove që, siç ju thash më përpara, janë të modifikuara. Megjithatë, unë do të dëshiroja një komentin tuaj. Ju, çfarë mendimi keni për tërë këtë histori? Sepse këtu nuk bëhet fjalë vetëm për dikë që thot një fjalë, për shembull në internet apo në faqet e tij, por nga ana tjetër ka edhe forca të mëdha që përveç se hedhin balt mbi fytyrën e njërit apo të tjetrit, por nëse se këto nuk janë të vërteta, atëherë ju si do të silleni sikur të ishit në vendin e zonjës Macron, ose anasjelltas, nëse këta të rinj kanë të drejtë, ju si do të silleshi, çfarë do të bëni? Për ata që nuk e dinë, para pak kohësh u hap lajmi që Brigitte Macron nuk është një femër, por është një mashkull. Një mashkull me emrin Jean Michel. Pra, ka lindur me emrin Jean Michel. Në fakt, në gjithë rrjetet sociale gjeni pak a shumë këtë foto këtu, e cila sipas gjasave është modifikuar. Nuk dihet se nga kush, por është gjetur në deep web. Dhe me kalimin e kohës, përveç kësaj fotoje, u modifikuan edhe foto të tjera. Në fakt, njëra nga këto që bëri buj të madhe ishte ajo që u shfaq, le themi, në platformën X. Dhe aty që është kjo këtu e para, njëshi, ku tregohet që është një fëmijë i vogël, por njëkohësisht edhe kjo fotoja këtu që ju tregova më parë është publikuar fillimisht në X. Nuk dihet nga kush, por
është marrë nga Deep State, i përgatitur dhe i hedhur këtu. Tani, se përse bëhet kjo, askush nuk e di. Por kjo foto, për shembull që shihni këtu, është vërtet e modifikuar, sepse e pash personalisht së bashku me çunat dhe është marrë, nëse shikoni, nga një model, është e njëjta foto, lart dhe poshtë e shikoni, ku është marrë vetëm fytyra dhe është vendosur fytyra e Brigitte Macron e ngjashme, nuk diskutohet, nuk është perfekte, por e ngjashme. Dhe pyetja është që a janë të modifikuara këto apo janë modifikuar më vonë, sepse ka disa nga këta, pra nga këta që flasin në rrjetet sociale, kryesisht ajo amerikania, ku thotë që fotot janë modifikuar më pas. Pra, çdo të thotë kjo, që fotoja origjinale është e saj, por janë modifikuar më pas për t'ja përshtatur gjoja që nuk është ajo. Pra, është bërë anasjelltas. Megjithatë, unë nuk dua të besoj që zonja Macron është një mashkull në gjenes, por edhe sikur të ishte kështu, unë besoj që nuk ka asnjë gjë të keqe. Megjithatë, do dëshira një komentin tuaj. Ajo që më bën përshtypje më shumë në këtë histori është që mori një rrugë tjetër gjithë kjo histori, sepse nga një denoncim i saj, 10 njerëz tani gjenden në burg, sepse, si ju thash, duke filluar nga 3 muaj mos gaboj, deri në 8 muaj burg, 10 persona janë dënuar. Dhe kjo, sepse sipas tyre nuk kanë lirinë e fjalës. Dhe e dini se çfarë ndodhi në gjykatën e Parisit, njëri prej tyre, pra ky Zoe Sagan, tha që unë nuk dua asgjë tjetër veçse dua e para njëherë që të kem lirinë e fjalës. Unë kam lirinë e fjalës dhe ky është mendimi im, pra u shpreh ai, pa e menduar që ky nuk është vetëm një ofendim, por të hedhësh balk me një personazh. Pra, nëse kjo nuk është e vërtet, nuk diskutohet, por tjetra që ai kërkoi një test ADN-je. Pra, një test ADN-je nëse është mashkull e femër. Normal që nuk mund ta bëjnë aty një test ADN-je, por sidoqoftë, ky ka qenë momenti më delikat pra gjatë seancës së gjykatës në Paris, pra pardje. Dhe e çuditshme është që në rrjetet sociale gjeni pothuaj në çdo lajm gjeni pikërisht këtë informacion. Por ajo që më bëri përshtypje kur kërkuam materialet që t'i vendosim këtu për ju, më bëri shumë përshtypje, ky është ai djalosh që u dënuar 8 muaj në burg, por po thoshja, më bëri shumë përshtypje që thotë edhe ka edhe dokumenta, megjithatë, më bëri shumë përshtypje që të gjitha pothuaj pjesa dërmuese e të dhënave, pra të zonjës Macron, ato që më përpara, para pak muajsh gjeje çfarë do lloj të gjeje, për shembull, këtë foto e gjeje ku të doje, djemt bën shumë vështirësi që të gjenin këto foto, pra janë të rralla, duket sikur dikush ka punuar që t'i heqi këto foto ose janë friksuar shumë prej tyre dhe i kanë hequr. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për një argument të tillë? Sipas jush, e para njerë, mund të jenë këto foto të modifikuara për t'i ngjasuar pra zonjës Macron? Mundet që këto të jenë sepse kush e ka bërë këtë u zhduk, të tjerë pastaj kanë folur, por ata që kanë bërë, pse u zhdukën? Pra, pse nuk e bën publikisht? Dhe tjetra, në këtë sipërmarrje ose në këtë gjykat që është vendosur, ose në gjykatën e fundit që vendosën, nuk më vjen tani fjala, ju si mendoni? Të ishit ju në vendin e gjykatësit, çfarë do zgjidhnit? Çfarë do thoshnit? Ose anasjelltas, nëse do të ishit në vend të këtyre të rinjve që flasin, ju, çfarë mendimi keni? Ose nëse do të ishit në vend të Brigitte Macron, ju si do të silleshit? Pres komentet tuaja, le ta diskutojmë, sepse në të vërtet shumë gjëra ndonjëherë marrin një rrugë tjetër dhe shpeshherë në vend që t'i afrojnë të vërtetës, anashkalohen dhe ndonjëherë edhe krijojnë edhe probleme. Në këtë rast tregohet që probleme të rënda pas ka patur çifti Macron, pikërisht pra nga këto thashë theme, sepse këto rëndohen me kalimin e kohës, qoftë personalisht, por qoftë edhe mes dy njerëzve. Megjithatë, unë pres komentet tuaja çfarë mendimi keni. Natën e mirë, ju përqafoj
dhe do të dëshiroja që pa shkrime të ndyra ose ofendime, sepse nuk është vendi dur, por këtu jemi për t'u informuar dhe për të mësuar. Hajde, natën e mirë dhe kalofshi bukur. Pres komentet tuaja.